Nga Himara, ku prezantoi kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, lideri i opozitës Sali Berisha premtoi zgjidhjen përfundimtare të çështjes së pronave për banorët e kësaj zone. Berisha akuzoi Ramën se ka grabitur tokat banorëve të Himarës, ndërsa u shpreh se rikthimi, kompensimi dhe pajisja e tyre me dokumente do të jetë prioriteti i qeverisë së Partisë Demokratike. Përdori drejtësinë e tij për t'i marrë kryetarit tuaj të zgjedhur mandatin. Bëri një kurs të vjetër të shpifur nga ato që i marrë mend shumë mirë që kur diste sigurimi i shtetit. Partia Demokratike dhe Aleanca e saj janë një aleancë konservatore, e cila kanë themel të saj vlerat tradicionale të njeriut, digniteti njerëzor, liritë e tij, pronën, besimin tek Zoti, adhetarin. Jam këtu për të zotuar para jush se qeveria ardhshme, pa prekshmërinë e pronës, rikthimin, kompensimin e saj, pajisjen tuaj me dokumenta, të gjitha legalizimet dhe çdo gjë që keni, do t'i ketë përparësi absolute. Kreu Demokrat denoncoi mënyrën e zgjedhjes së Vangel Tavos në krye të Bashkisë së Himarës, si dhe bëri me dije se Edi Rama do të vjedh tokat e manastirit të Skutaras dhe Gjipes. I them Vangel Tavos, erdhi vetëm misionar i qëllimeve mafioze të Edi Ramës, i cili me familjen e tij don të plaçkis tokat e manastirit të Skutaras, don të plaçkis Gjipen. Dhe tani na del me 242.000-4.000 metra katror tokë dhe thot që e kam në majet malit, toka del Buzdetit. Edi Rama s'do ta gëzosh kurrë atë tokë. Berisha garantoi edhe banorët e lumit të Vlorës se nuk do të lejojë që uji i tyre të shkojë për resorte gjatë Bregdetit. Po si mund t'ja u marrish ti lumin atyre? 35 fshatra, lumin e kanë jetë. Nga lumi buron e gjithë jetë e bimësisë. Përndryshe ata janë shkëm dhe shkretir. Dhe ky shkon një omer, se do ja u sjell resorteve. Nuk ka akt të tillë më absurd. Kur s'do ndodhi? U bëj thirrje banorëve të Bregut të qëndrojnë fort mbi pronësinë që kanë tek uji, lumi i tyre, dhe garantoj se Partia Demokratike nuk do lejoj kur që ai ujë të merret atyre. Sali Berisha ju bëri thirrje qytetarëve që të ndëshkojnë me votë qeverisjen socialiste, ashtu si në vitin 1992.